që unë jam njëri që kur ndaj me dikë, në rase unë nuk kthehem me dikë, unë nuk mbaj shok, një ex. Edhe nuk shkoj vetëm për qif me një mashkull, kështu si tha ky. Po, se më dore femër që jam taku me ty vetëm për qif. E kupton se qa grade më ke ullë? Se? Për mu është grade ullë që një femër takot me një mashkull vetëm për qef. Që në për qef jetojmë. Unë nuk e marrë qefin një për minut. qef se si thuhet? Fjala që jena taku vetëm për qef, Do të me konkretizu, po. këtu të ne ti e di shumë mirë që përdoret ku një femër dhe një mashkull takohen vetëm për qef, për romanticitet qefi, për romanticitet intimiteti qefi, vetëm sa me kalu radhën. Jo me kalu radhën, komu sa dush. Ne vetëm friends with benefits që s'kena qënë bashkë. Po tash dole sigur ta thash edhe ty, edhe asoj, edhe krejtve. Po s'qaroj e fjallën, Po bra, se mu më gjerë keqë. sqarimi është Se shumë i këtu në thjesht. Balkanët e Shqiptarët djetë përse përdoret e Sqarimi fjallë. është shumë i thjesht. Qarë i thjesht? Ne, gjithë se cili e ka rrugtimin e vetë një jetë, jo veç të brenda. Po, çdo Po, kush e pra. ka rrugtimin e vet, e ka destinimin e vet, edhe vet bashkon Edhe unë kam ndaj, bashkon zgjedh. rrugët. Ama fjala vetëm për qef. Fjala vetëm për Ideja, qenë. O di ti.